Me sa meshkuj që bërë se këtë kësisht më të stane. Është vërtet jashtëzakonisht e turpshme. Kjo që unë dëgjova tani për shembull, ti thua tjetrit, pyete motrën tënde, me sa ka bër seks, është ku ti unë është një gjë e vështirë të dëgjohet në televizion, dhe ajo që më bën përshtypje mua është që akoma vazhdon edhe rri aty për shembull në këtë rast Rogerti dhe shumë si Rogerti që ka aty brenda. Por se ka bërë këtë vetëm me Mateon, shiko çka ka bërë tjetër. Jo, se jam të fort për seksin. Jam të fort për seksin këtu. Me sa meshkuj për herë më bëjnë kjo seks jam të E kuptoni? E kuptoni që nuk gjej dot fjalë. E kemi thënë shpesh herë, domethënë nuk duhet të lejohet, duhet përjashtohet. Po ka një gjë, Rogerti është i larë me veten e tij. Thotë që derisa mua të më lejoj vllai i madh, unë do flas deri atëherë kur të më ndaloj. Pra, nuk e kemi problemin me atë, ai po bën shesh se gjen shesh e bën shesh, si diçka e tillë. Po, gjen shesh e bën shesh. Edhe ai ka gjetur vendin aty, po çfarë kanë këta të tjerët? Për shembull, çfarë ka Mateo në këtë rast, që ai kapet me familjen, se kemi thënë 100 herë, është thënë 100 herë. Unë e di shumë bukur që nëse ajo fjalë që i tha Rogerti jashtë, për shembull Mateos apo Selinës, nëse ja thua këto lloj gjërash kështu, plas bëhet ajo e keqja, bëhet një fatkeqësi e madhe, ziren, vrihen, digjen, bën me thika, me pistoleta, me kallasha, ku diu me tritola, vrihen me njëri tjetrin njerëzit kot për çfarë, për një llafgoje. Është bër i lodhshëm, është situata e fundit që unë do komentoj në këtë lloj mënyre kaq barbone dhe kaq të shpifur, sepse është turp, edhe unë që do ta nxjerr tash për shembull, ta shikojnë edhe të tjerë, është turp, çfarë do shikojnë? E kupton se edhe unë nuk di çfarë mendimi t'jap, nuk di. Të fliq dhe unë gojen për shembull kot nuk e bëj dot. E kupton sepse unë rri brenda atyre kornizave të mia, brenda ekranit, se nuk më takon të dalë jashtë ekranit apo të filloj dhe unë tani të shaj me ropë fise kot pa lidhje. Nuk e bëj dot. Nuk jam ai lloj tipi që të shaj nëpër koment dalë këtu nëpër video. E vetmja gjë është që na doli kjo këtej, duke i thënë Bigut për shembull, ose flasim Ledionit, se ai e drejton emisionin, pavarësisht autor ka të tjerë, producent ekzekutiv ka të tjerë, por themi Ledionit me që e drejton, që nuk ja vlen më vlla, e kuptoni që nuk ja vlen më. E mbajtët, okay, ka është kontent, e gjitha ka bërë kontent, kontentin na më të shpifurin, por nuk ka më Ledion, nuk ka më, është bërë lodhshme. Nuk ka faj motra e Mateos, ashti, të gjoj budalliqet e Rogertit e të shikoj që sa vuan vllai vet që dëgjon këto llafe nga dikush i panjohur në jetën e tij, edhe ti thot këto llafe kaq të ulta. Apo babai Selinës, vllai, mama çka ka Selina, ti dëgjojnë këto llafe që flet Rogerti për seksin me Selinë. Nuk është problemi që flet për seksin, patjetër duhet flasi për seksin. Jo ai, po të gjithë duhet ta bëjmë me njëri tjetrin me fol për seksin, se nuk është një lloj diskutimi vulgar, është shumë i domosdoshëm, por ajo lloj që është flet Rogerti që po pyes këtë me sa ka shkuar, është ku di unë, është nuk i vë dot emër. Nuk kam çat bes, kam çat them valla. Na ngeli them një Ledion hiqi se na nxonë mushkrit valla. Nxirë Rogertin që aty, sepse ai po bën, se vi po e lejoni ju. Se ka fajin ai, po e keni ju që e mbani më valla. E kupton? Kjo është e gjitha. Është e kot merremi me Rogertin. Rogerti e ka rregull, bën lojën e tij, e ka gjetur këtë lloj mënyre, bën. Ne duhet t'i themi produksionit, ai do të marrë masa.